Përshëndetje miq, ju përshëndes unë Mimoza Elezi. Sot vazhdojmë leximin e historisë së madhe osmane, i përgatitur nga historiani i shquar turk Ismail Hakkı Uzun Çarşılı. Ismail Hakkı Uzun Çarşılı, siç e kam theksuar edhe më parë, është cilësuar si shefi i historianëve të Turqisë. Ai është profesori i historianit të shquar Halil İnancık, ku Halil İnancık gjithashtu është profesori i shquar i historianit të shquar Ilber Ortaylı. Pra, e theksova këtë për arsye sepse kam disa mesazhe nga disa persona të cilët vetëm hapin këto rrjete sociale ose shikojnë në Google diçka, mësojnë një emër, edhe thonë, po çfarë flet ti, çfarë janë këto historian, ku njihet ky si historian? Historian është filani. Patjetër që ato janë historian shumë të shquar, patjetër që ato janë historianë shumë të njohur të Turqisë dhe kanë bërë punë kolosale, por shefi i tyre dhe profesori i tyre që i ka hedhur dritës sidomos mbi historinë e perandorisë osmane, ka qenë profesori i tyre Ismail Hakkı Uzun Çarşılı. Ku sot do të shikojmë marrëveshjen e Skënderbeut me osmanët dhe gjithashtu do të shikojmë edhe vajtjen e Skënderbeut në Itali. Pra, çfarë marrëveshje bëri Skënderbeut me osmanët dhe pse e bëri këtë marrëveshje dhe pse Skënderbeu vajti në Itali. Pra, do të shikojmë se si përshkruhet këto dy tema në këto faqe. İskender'in Osmanlılara anlaşması, pra marrëveshja e Gjergj Kastrioti Skënderbeut me perandorin osmane, në cilin vit është bërë, çfarë kanë përballë kjo marrëveshje dhe si është trajtuar. Patjetër që siç e kemi parë edhe në shkrimet e mëparshme, këtu janë trajtuar temat, por nuk janë trajtuar me hollësi. Në pjesët e kaluara, për shembull, ne pamë betejat e njëpasnjëshme të perandorisë osmane, të vetë Sultan Muratit, por nuk pamë hollësi, për shembull, sa ushtar kishte Skënderbeu, sa përpërër ushtarake kishte ushtria e perandorisë osmane, por thjesht kanë trajtuar temat, pra është bërë kusul, ka zgjatur 5 muaj, është bërë kjo. Edhe sot do të shikojmë se si e ka trajtuar autori këtë tema. Pra, unë këtu lexoj dhe shfaq ato çfarë përshkruajnë historianët turk për gjendjen e Shqipërisë, për luftat që janë bërë në Shqipëri gjatë kohës osmane. Siç kam theksuar edhe më parë, videot e mia me tema historike, qoftë edhe për shqiptarët e Turqisë apo për tema historike që përmbahen me dokumente të ndryshme arkivore, janë çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë në orën 10 në ciklin tim në kanalin tim në YouTube. Prandaj pres për krahin tuaj duke shpërndarë videot. Faleminderit. Në leximet dhe përshkrimet që kemi parë deri tani, kemi parë gjendjen në të cilën është ndodhur Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili nga jashtë luftonte me fuqitë më dha të perandorisë osmane ose me venecianët, dhe nga ana tjetër luftonte edhe me tradhtarët e brendshëm, të cilët këto e dëmtonin shumë Gjergj Kastrioti Skënderbeun. Pjesën e shkuar e mbarua me luftën e Albulenës dhe aty pamë se si Skënderbeu me një strategji të rrallë ushtarake, me një numër të vogël forcash ushtarake përballoi fuqitë më dha Osmanlia dhe triumfoi mbi të. Por gjithashtu këtu pam edhe tradhtitë e Mojz Dibrës dhe të Hamza Kastriotit. Tani vazhdojmë leximin në faqen 66 dhe shikojmë marrëveshjen e Skënderbeut me osmanët. Si vazhdon autori dhe si e përshkruan. Me vdekjen e mbretit të Napolit dhe Aragonit, Alfonsit të Pestë, në vitin 1458, Skënderbeu humbi një mbështetje të fortë. Pas vdekjes së Alfonsit, në fuqi erdhi djali i tij, Ferdinando, i cili u ndesh me rivalet e tij anglikanët, pra Angjuvenlerët. Në këtë rast, Papa Piu II thirrri Gjergj Kastrioti Skënderbeun, i cili erdhi në ndihmë të Ferdinandit, dhe gjithashtu në këtë kohë Gjergj Kastrioti Skënderbeu pranoi marrëveshjen e tij për të paguar taksa ndaj perandorisë osmane. Megjithse Papa Piu II nuk e kishte parë me sytë e tij këtë marrëveshje, pra duke u bazuar tek ndihma që Skënderbeu i dha Ferdinandit dhe duke u bazuar tek interesat e tij, marrëveshjen e Skënderbeut me osmanët e konsideroi të vlefshme. Pra, theksohet për një marrëveshje që Skënderbeu bëri në atë kohë me perandorinë osmane, mirë po, kjo marrëveshje nuk u lexua dhe nuk u pa nga papa, pra është një enigma. Dhe kjo i përket vitit 1460. Pra, këtu është thjesht një përshkruarje e shkurtër, pra se ku dhe si Gjergj Kastrioti Skënderbeu bëri marrëveshje dhe çfarë marrëveshje bëri me perandorinë osmane. Këtu mund të kemi shumë konkluzione dhe shumë komente të ndryshme, por duke u bazuar tek situata e asaj kohe dhe tek gjendja e Skënderbeut, që është shumë e vështirë që ne ta analizojmë,
Skënderbeu e ka analizuar më së qartë gjën e asaj kohe që është detyruar pra të bënte një marrëveshje të tillë, sepse më mirë të bënte një marrëveshje dhe të paguan disa taksa tek osmanët sesa për të dhënë djem për ushtar ose për të bërë luftë mbas lufte dhe për të humbur ushtarët e tij, sepse siç e kemi parë, ai luftonte në mes të 2 dhe 3 zjarreve. Luftonte me armiq të brendshëm, nga një anë ishte venecianët, nga ana tjetër kishte edhe sulmin e osmanëve. Tani do të shikojmë vajtjen e Skënderbeut në Itali. Jemi në faqen 67 në paragrafin 2 me titull I Skënderbej Italia Geçmesi, kalimi I Skënderbeut në Itali. Kundërshtarët e Ferdinandit, Arjunienët, pra anglikanët, ishin në pozicion fitimtar. Këtu, para se të vazhdoj leximin, le të shohim shënimin që është në fund të faqes 67. Pas vdekjes së mbretit Alfonso të Aragonit dhe të Napolit, Gjoni, duka I Kalabrisë, I cili ishte dhëndri I mbretit Renë dhe Izabelës, burri I vajzës së Karlit të parë, dukës së Lorenzos, u ftua të kërkonte frontin e Napolit, ndërsa babai I tij ishte ende gjallë. Ai erdhi dhe mundi rivalin e tij Ferdinandin, birin e Alfonsit. Megjithatë, Papa Piu II e vendosi Ferdinandin në mbrojtjen e tij. Ai erdhi dhe u kundërvua rivalit të tij Ferdinandit, birit të Alfonsit. Papa Piu II e vendosi Ferdinandin në mbrojtjen e tij dhe kështu I kërkoi ndihmë Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Skënderbeu ju përgjigj thirrjes së papës dhe pengoi përparimin e dukës së Kalabrisë dhe pas një kohe Ferdinandi mundi rivalin e tij dhe konsolidoi mbretërinë e tij. Vazhdojmë leximin si e përshkruan këtë çështje autori. Kundërshtarët e Ferdinandit, pra anglikanët, ishin në pozicion fitimtar. Ishte viti 1461. Ishte ai vit ku Ferdinandi ndihej I nxënë në ngushtë. Skënderbeu me forcat e tij së bashku me 3000 ushtarë të dërguar nga Ferdinandi, kaloi në Itali dhe mposhti armiqtë e Ferdinandit, duke I detyruar ato të bënin marrëveshje dhe paqe dhe jo vetëm që shpëtoi Ferdinandi nga kjo gjendje, por bëri që një nga armiqtë e tij më të mëdhej, siç ishte princi Tarantos, t'i përuleshin Ferdinandit. Dhe mbas kësaj betejë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu në shkurt të vitit 1462 u kthye në atë dheun e tij. Sipas shënimit numër 2 në fund të faqes, shohim që venecianët dhe osmanët kishin marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin ato kohë. Tani vazhdojmë leximin siç e ka përshkruar autori. Me këmbënguljen e të dërguarit të Venecias dhe papës, Skënderbeu I prishi marrëdhëniet me turqit osman, kështu që rifilloi armiqësia dhe forcat turke osmane u hodhën në sulm të gjerë kundra Shqipërisë. Megjithëse këto sulme të osmanëve nuk kishin rezultat, këto po e lodhin shumë Skënderbeun. Osmanët në mënyrë të prerë donin të zbrisnin në brigjit Adriatikut, por këtë synim e shtynë për një kohë më të përshtatshme për arsye se ata ishin të zënë me çështje më të rëndësishme, pra me çështjen që kishte të bënin me Anadollin dhe kontinentin vëlla. Në këtë kohë, Papa Piu II ishte I nxënë me një përgatitje për një sulm kundra osmanëve. Meqenëse qeveria osmane kishte marrë vesh për këtë veprimtari të papës, e ngadalësoi, pra e shtyu përkohësisht çështjen e Shqipërisë dhe me kërkesën e tij me 12 prill të vitit 1463 bëri paqe me Skënderbeun dhe pse fakti që Skënderbeu duke mbetur në një gjendje të vështirë bëri paqe gjithashtu dhe hasi në kundërshtimin e papës, por ai e pa të arsyeshme ta bënte këtë. Pra ky është një përshkrim I shkurtër dhe në programin e ardhshëm do të shikojmë marrëveshjen që do të bëjë Skënderbeu me venecianët dhe hungarezët. Dhe mirupafshim në pjesën tjetër.